beslidjes së re, një profet bëri një profeci në vitin 700 para erës son, rreth 2700 vjet më parë nga sot. Ishte për të na ndriçuar mbi beslidjen e re. Është një sekret i fshehur për 2000 vite. Pra, është diçka që nuk mund ta vlerësojmë. Le të hapim te Jeremia kapitulli 31, vargu 31. Ja do të vinë ditët, thot Zoti, në të cilat do të vendos. Çfarë do të bëj? Një beslidje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Nëse është një vepër e Perëndisë, është kryevepra më madhështore. Çfarë krijoi vetë Perëndia kur erdhi në këtë tokë në mish? Është beslidja e re. Perëndia shpalli, ja do të vinë ditët në të cilat do të vendos një beslidje të re. Vargu 32. Jo si beslidja që kam vendosur me etërit e tyre ditën kur i zura përdore për t'i nxjerrë nga vendi i Egjiptit, sepse ata e shkelën beslidjen time, ndonë se unë isha Perëndia i tyre, thot Zoti. Por kjo është beslidja që do të vendos me shtëpinë e Izraelit mbas atyre ditëve, thot Zoti. Do ta shtjell ligjin tim në mendjen e tyre dhe do ta shkruaj mbi zemrën e tyre, dhe unë do të jem Zoti i tyre dhe ata do të jenë populli im. Nëpërmjet beslidjes së re, Perëndia na jep një garanci të sigurt që ne jemi fëmijët e Tij, dhe gjithashtu na lejon të hyjmë në mbretërinë e përjetshme të qiellit si populli i Tij. Perëndia na ka dhënë një vepër kaq të madhe të quajtur beslidja e re. Pra, a nuk mund ta kuptojmë pse Perëndia profetizoi për beslidjen e re përmes kaq shumë profetëve për një kohë kaq të gjatë, dhe pse Perëndia u mësoi vazhdimisht popullit të Tij rëndësinë e beslidjes gjatë kohës së beslidjes së vjetër përpara se të vendosej beslidja e re? Askush nuk mund t'i vërë një çmim. A nuk e theksoi Perëndia vazhdimisht rëndësinë e beslidjes, ndërsa derdhi gjakun e flijimeve të panumërta të kafshëve? Edhe pse kemi diçka të çmuar, nëse nuk e dim vlerën e saj, do ta konsiderojmë të pavlerë, ashtu si bëri Esau. Ju lutem mendoni me kujdes. Sa vlerë ka? Perëndia profetizoi për këtë përmes profetëve mijëra vjet më parë. Ai vetë erdhi në këtë tokë në epokën e fundit, për të rivendosur të vërtetën e pashkës së beslidjes së re. Deri atëherë, ai ruajti këtë të vërtetë për mijëra vjet. Njerëzit thonë se vera e bardhë nga Franca është shumë e vlefshme kur arrin moshën 100 vjet. Megjithatë, Perëndia e ka përgatitur këtë për mijëra vjet. Më në fund, Perëndia përfundoi veprën e Tij në këtë epokë. Secili, edhe nëse nuk e dini vlerën e saktë të kësaj pune, ajo nuk është kurrë diçka e pavlerë ose e parëndësishme. A nuk është kjo e vërtetë? U krijua nga Perëndia, krijuesi i qiejve, tokës dhe gjithë universit. Ky sistemi së vërtetës nuk është krijuar nga njerëzit.